Nektari Gjomas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli i unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjumat të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit më shpërblaqet. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetit Allahu xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në mesin e dhuratave të mëdha që Allahu i madhëruar i ka dhënë njerëzimit, asnjë nuk është më e ndritur, më e plot dhe më udhëzuese se sa Kurani famulart dhe suneti i të dërguarit të Allahut, të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij. Këto të dyja janë si dy burime të pastra që rrjedhin nga një oqean i përjetshëm mëshire dhe diturie hyjnore. Kurani është fjala e Allahut, shpallja e bekuar që ka zbritur për të ndriçuar zemrat, për të drejtuar mendjet dhe për të udhëhequr shpirtrat drejt qëllimit të tyre të vërtet. Ndërsa suneti i pastër profetik është drita praktike e kësaj fjale, është interpretimi i saj i gjallë dhe shembulli i asaj i përkryer në jetën e njerëzit. Pa këto të dyja, pa sunetin dhe pa fjalën e Allahut, bota do të ishte një vend i errët, ku njerëzimi do të endet në humbje dhe paqartësi dhe me to. Çdo rrugë e errët ndriçohet dhe çdo shpirt gjen qetësinë. Profeti ynë i dashur ka thënë: "Unë po ju lë dy gjëra të çmuara, nëse kapeni fort pas tyre, nuk do të humbni kurrë. Dhe ato janë libri i Allahut dhe ehli bejti im." Këto janë dhe dy rrugët e udhëzimit hyjnor për të gjithë njerëzimin. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim për ditën e sotme surën e 86 të Kuranit famulart, surën Tariq. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, më shpërblaqet. Për qiellin dhe për vizitorin e natës. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është vizitori i natës? Ai është ylli që shpëton terrin, që shpon terrin. Për çdo njeri ka mbikëqyrës. Le të meditoj njeriu se prej çfarë është krijuar. Është krijuar për një lëngu që hidhet, e që del ndërmjet shtyllës kurrizore dhe brinjve. Me të vërtetë, ai është i fuqishëm për ta kthyer në jetë atë ditën kur do të zbulohen të fshehtat, kur njeriu nuk do të ketë as fuqi dhe as ndihmas, për qiellin që kthehet pareshtur dhe për tokën që plasaritet, që kjo është fjalë ndarse dhe nuk është as pak shaka. Në të vërtetë, ata ngren kurthe, por dhe unë ua kthej me kurth. Prandaj, jepu pak afat jo besimtarëve, lëri të qetë edhe për pak.
Të nderuar dëgjues dhe shikues, në programin e Nektari i Xumas për ditën e sotme, do të flasim rreth temës cilat janë dy rrugët e udhëzimit hynor dhe shpëtimit të njeriut. Kurani nuk është thjesht një tekst për t'u lexuar, por është një dritë që shndrit shpirtin dhe udhëheq atë nga errësirat e paditurisë e të mëkatit drejt dritës së besimit, drejtësisë dhe mirësisë. Por kjo dritë ka nevojë për një bartës së saj, një shembull të gjallë që ta mishërojë në çdo fjalë që ajo përmban. Dhe ky mbartës është profeti Muhammed, i dërguari i fundit të Allahut xhaleshanhu, vula e profetësisë, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe jo vetëm. Pas profetit kemi pasuesit e tij të pastër, ehli bejti i tij i ndershëm. Allahu i madhëruar në librin e tij fisnik thot: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Këtë libër ta kemi shpallur ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për t'i nxjerrë njerëzit me lejen e Zotit të tyre nga errësira në dritë në rrugën e të plotfuqishmit të denjit për çdo lavd. Ajeti i parë i surës Ibrahim. Ky ajet i madhërisëm na e bën të qartë se Kurani nuk është thjesht një libër që lexohet, por është një dritë që ndriçon rrugën e jetës së njeriut. Kurani është udhëzues që e çon njeriu nga errësira e paditurisë, e nxjerr nga mëkatet dhe nga padrejtësia dhe e çon drejt dritës së besimit, devotshmërisë dhe shpëtimit. Kurani të dashur vëllezër dhe motra, të gjithë e dimë është fjala e Zotit të gjithësisë. Dhe suneti profetik është përkthimi i fjalës së Allahut në praktik për njeriu. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: morali i të dërguarit Allahut ishte Kurani. Pra profeti ishte ai që çdo ajet e ktheu në jetë, që çdo urdhër e zbatoi dhe çdo ndalesë e respektoi ashtu siç duhet. Profeti ishte njeriu që e shndroi dritën e shpalljes në një realitet të prekshëm. Prandaj, kush dëshiron ta jetojë Kuranin, duhet të ndjek sunetin e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Dhe Allahu i madhëruar na e ka bërë të detyrueshme këtë ndjekje kur thot: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët tuaja. Nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejtojuni Allahut dhe të dërguarit, nëse besoni Allahun dhe ditën e Kiametit. Kjo për ju është më e mira dhe shpjegimi më i bukur. Ajeti 59 i surës Nisa. Pra drita e tij kurse si nuk fiket, sepse ajo është drita e Allahut, dhe Allahu ka thënë: Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Ajeti 35 i surës Nur. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: unë po ju lë midis jush dy gjëra të rëndësishme dhe të çmuara, dhe nëse kapeni fort pas tyre, kurse si nuk do të humbisni, dhe ato janë libri i Allahut dhe ehli bejti im, thot profeti Muhammed. Dhe ky hadith i njohur si hadith Thaqalain prej dy rëndësave, është një udhëzim i drejt për të gjithë besimtarët se rruga e shpëtimit është e lidhur fort me dy shtylla, me Kuranin dhe ehli bejtin e profetit Muhammed, që automatikisht bëhet e vetë profeti Muhammed. Kurani është drita, ndërsa ehli bejti janë bartësit e saj, ata që shpjeguan dhe jetësuan atë në formën më të plotë. Pa njërin, tjetri nuk mund të kuptohet plotësisht dhe mbetet si i mangat. Allahu thot në Kuranin e shenjtë: ky libër që kemi shpallur është i bekuar, prandaj ndiqeni dhe druajuni kundër shtimit në mënyrë që të mëshiroheni. Ajeti 155 i surës An'am. Pra ndjekja e Kuranit nuk kupton ndjekjen e sunetit të profetit, sepse profeti ishte mishërimi i fjalës së Allahut dhe mishërimi i gjallë i Kuranit familjar. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: morali i të dërguarit Allahut ishte Kurani. Pra Kurani nuk është dritë vetëm për kohën e zbritjes së tij, por është udhërrëfyes dhe udhëzues për çdo kohë dhe për çdo vend. Allahu ka thënë: ky Kuran është tregues i qartë, udhërrëfyes dhe mëshirë për njerëzit që kanë besim të patundur. Ajeti 20 i surës Gjathia. Dhe kjo tregon se çdo gjenerat, çdo popull dhe çdo zemër që kërkon të vërtetën mund ta gjejë atë të Kurani dhe të suneti i profetit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë:
Kurani është dritë që nuk shuhet kurrë, det I thellë që nuk shteron dhe rrugë që nuk gabon udhëtarin e saj. Por, për ta përfituar këtë dritë, duhet që zemra jonë të jetë e pastër dhe njetet të jenë të pastra dhe zemrën ta kemi të hapur për këtë udhëzim hyjnor. Allahu thot në surën Hadid në ajetin 16 se Bismillahirrahmanirrahim. A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet që zemrat e tyre të përulen para këshillave të Allahut dhe para së vërtetës që ai ka shpallur e të mos bëhen si ata që ju është dhënë libri më parë? Me kalimin e një kohe të gjatë, zemrat e tyre u ngurtësuan dhe shumë syresh janë të pabindur, siç e tham ajeti 16 I surës Hadid. Pra zemrat e ngurta dhe të mbuluara nga mëkatet nuk e shohin të vërtetën, nuk e shohin dritën, ashtu siç sytë e verbër nuk e shohin rrezen ose dritën e diellit. Imam Bakir paqja qoftë mbi të ka thënë, Kurani është dëshmitar I gjallë për kë e lexon dhe vepron sipas tij, por bëhet dëshmitar kundër atij që e braktis ata. Pra profeti Muhammed na ka paralajmëruar dhe ka thënë, shembulli im dhe shembulli juaj është si ai një grupi që ndërtuan një anije. Kush hipi në atë shpëtoi dhe kush e refuzoi u mbyt në thellësitë e detit. Kjo anije është Kurani dhe Suneti I tij I pastër. Kush ecën në këtë rrugë, ecën mbi një urë drite që e çon drejt xhenetit të Allahut. Imam Huseini paqja qoftë mbi të ka thënë, ne jemi flamujt e udhëzimit dhe drita e atyre që ecin në rrugë. Pra drita e Kuranit nuk është vetëm teori. Ajo është një udhëzues praktik për çdo aspekt të jetës, në marrëdhënie me familjen, me shoqërinë, në tregti, në gjykim dhe qoftë edhe në adhurim. Allahu I madhëruar thotë, në të vërtetë, ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarve që bëjnë vepra të mira, sa ata do të kenë shpërblim të madh. Ajeti 9 I surës Isra. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, kush dëshiron të flasë me Allahun, le të lexojë fjalën e tij, Kur'anin familjar. Duke na treguar kështu se Kur'ani është një dialog I drejtë për drejtë mes njeriut dhe krijuesit të tij. Udhëheqësit e drejtë janë ehli bejti, sepse ata e trashëguan dijen e profetit dhe janë ruajtësit e dritës së tij. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, ehli bejti im janë si yjet e qiellit. Nëse njëri prej tyre humbet, një tjetër do ta zëvendësoj dhe rruga nuk do të mbetet kurrë pa drejtë. Pra drita e udhëzimit nuk është thjesht njohje, pra është zbatim dhe hapje e zemrës për këtë udhëzim. Profeti ka thënë, njeriu nuk do të lëviz nga vendi I tij në ditën e gjykimit derisa të pyetet për diturinë e tij dhe çfarë bëri me këtë dituri që ai kishte. Pra, njohja e Kuranit dhe Sunetit profetik duhet të shoqërohet me vepra, me moral të pastër dhe me qëndrueshmëri me të drejtën në këtë rrugë që ne kemi zgjedhur. Allahu ka thënë, kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj, ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e tij. Kjo është ajo që ju porosit ai pra Allahu për të ruajtur nga të këqijat. Ajeti 153 I surës An'am. Pra të dashur vëllezër dhe motra, kush ecën në rrugën e Kuranit dhe të Sunetit profetik, është ai që ecën në mes të natës me një pishtar të fuqishëm në dorë, I cili e ndriçon në çdo hap dhe e mbron nga çdo rrezik. Ky udhëtim përfundon në dritën e përhershme të xhenetit, ku nuk ka më errësirë, frikë apo pikëllim. Dhe Allahu I madhëruar premton dhe thot, vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti I tyre do t'i udhëzojë në rrugë të drejtë për shkak të besimit të tyre. Pranë tyre do të rrjedhin lumenj në kopshtet e kënaqësisë. Ajeti 9 I surës Yunus. Dhe ky është shpërblimi I atyre të cilët duruan, bën vepra të mira dhe ndoqën fjalën e Allahut xhaleshanhu dhe sunetin e të dërguarit të tij, të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe u kapën fort pas kësaj rruge dhe kurse si nuk devijuan. Këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن